Të sinqertë i takojnë të madhit Allah xhalla shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Xhamatlit të nderuar, spari lusë Allahun xhalla shanuhu që agjerimin ton që kemi bërë pra deri në këto momente inshallah kabul të na vënë. Dhe të na mundson inshallah që edhe këto ditët të cilat na kanë ngel ti kalojmë me adhurim, me agjerim, me namaz, me lutje dhe me përmendjen e Allahut xhalla shanuhu, për shkak se normalisht muaji Ramazan është një muaj i cili nuk përsëritet deri në vitin e ardhshëm. Ajo që dëshiroj ta shpjegoj sot ka të bëje me smundjen dhe agjerimin, si dhe me injekcionet të cilat mund të ndodhe që njeriu t'i merr gjatë muajit Ramazan duke qenë agjërueshëm. E para, kur është në pjekje smundja, Allahu xhalla shanuhu në Kur'an ka thënë, ai që është i smund ose udhëtar, fa men kana minkum maridan aw ala safarin, do të thotë nëse është dikush i smur ose udhëtar, ai do të agjeroje aq ditë sa nuk ka agjeruar Ramazan pas Ramazanit, që do të thotë se ai cili është i smur është i liruar prej agjerimit. Kur thuhet i smur tash, se ne i themi çdo njërit i smur, është në pyetje nëse agjerimi atë smundje e shton, e përketson, ose e vonon shërimin, do të thonë e prolongon shërimin. Në këtë rast, ai mund të mos agjeroje. Tash, nëse është smundja, ai është i smur, po mund të agjeroje, shembull, ka ndoshta grip jo shumë të rëndë, mund t'i marrë medikamentet në sifir edhe në iftar, dhe nuk i shkakton probleme, atëherë në këtë rast ai duhet vetë ta vlerësojë, ta shohë se si e ka qenë ose në konsultim me mjekun fal. Jo vetëm vetë të tjerë vendim, po edhe në konsultim me mjekun, ti tregoj se është Ramazan, shumica tash na për vendet tona veçanërisht vendlindje janë muslimanë dhe e din këtë punë, po edhe këtu, për shembull në Zvicër, nëse i tregon se unë jam musliman, ai e di se çka është agjerimi, edhe mund të thotë që shiko, kjo smundje mund t'i marrësh në iftar edhe në sifir, a nëse thotë jo ti duhet t'i marrësh patjetër në kohë caktuar brenda ditës, atëherë pra ti lirohesh pse për shkak se konsiderohesh i smur. Pra kjo është për qëllim me smundjen. Aq ditë sa i ke lanë Ramazan, i agjeron inshallah pas Ramazanit. Disa herë, për shembull, ti je duke agjeruar, por mund të ndodhe tazan ke problem me tensionin e gjakut. Mund ndodhe ajo që ta kesh tensionin lart, ose të kesh ndonjë dhimbje tjetër. Dhe shkon te mjeku dhe ai thotë diçka duhet të tapni injeksion. Ti thua unë jam me agjerim. Dhe këtu tash lind pyetja, injeksionet a e prishin, a nuk e prishin agjerimin. Ajo që duhet të dihet vëllezër të nderuar është se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pasur injekcione. S'ka pas atëherë injekcione. Që të thonë të pejgamberit ta prish ose nuk ta prish agjerimin. Kur'ani thot, hani dhe pini deri sa të vije të dallohet pra mëngjesit, vije drita dale. Tjep do të thotë paraqitet dita, që përmes qiellit ajo njihet. Ne tash i kemi me imsakie, për edhe ajo imsakia është bërë në bazë të kësaj, pra nuk është bërë për mend kështu. Është bërë në bazë të asaj se kur fillon dita sipas Islamit, se kështu merret parasysh lindja e diellit. Ne jo, lindja e diellit ka të bëjë me namazin e sabahut kur përfundon koha e namazit sabahut, ndërkaq imsaku ka të bëjë me fillimin e ditës kur paraqitet ajo e bardha në qiell që e lajmëron se nata përfundoi edhe filloi dita. E tash do të thotë është përmend kjo, është përmend haja dhe pija, dhe në një hadith tjetër pejgamberi selam e ka përmend marrëdhëniet intime. Këto janë gjërat të cilat e prishin agjerimin. Nuk janë përmend ta injeksionet, se natë kohë nuk ka pas injekcione. Mirë po dietarët më pas kanë dhënë vlerësime në bazë të analizave dhe krahasimeve që kanë bërë, kanë thënë haja dhe pija dhe çdo gjë që është në kuptim të hajes
dhe të pijës, që ka atë kuptim pra, po ashtu edhe të epshit, se për shembull cigaria me e madh. Cigaria nuk çon ti në bark diçka të prekshme, për shembull diçka tazam ushqim. Po pse e prish atëherë cigaria? Po se cigaria nënkupton çka? Nënkupton edhe një lloj epshi të njeriu. Pra e knaq atë që ti ta kërkon. Toni, marrëdhëniet intime po ashtu. Ti nuk është se ha kur bën marrëdhënie intime. Nuk ha ti, kupton? Mirë, po çka ndodhen? Ndodhen kënaqje e epshit. Dhe për atë shkak edhe e prish agjerimin. E tash injeksionet nuk kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dietarët mbas analizave kanë ardhur në përfundime. Kështu është çështja e injeksioneve. Tash ka injeksione që jepen në ven, ka injeksione që jepen në muskuj, ka injeksione që jepen në lëkurë. E para spari kjo vaksina, se vaksina për injeksionit dallon. Vaksina, për ta kuptuar më mirë, është ajo që shumë njerëz e kanë marrë në kohën e Covidit, pandemisë. Dhe që jepshin krah këtu. E vogël, ajo nuk e prish agjerimin absolutisht para. Ndërkaq, injeksionet tash. Nëse injeksioni është për të ta ndalë dhimbjen, ose për shembull për një intervenim tazam për shkak të tensionit gjakut, s'ka kurrë që të funksion. Vetëm atë ka. Edhe ky injeksion nuk ta prish agjerimin. Shembull ke gjakun shumë lart, mjeku thot pa tjetër me thon injeksion. Nuk ka problem. Do me thon mund ta marrish, nuk ta prish agjerimin. Pse? Se ai nuk është haje dhe pije, nuk është ushqim, ai është për të ta ulë tensionin, ose për të ta shujni, për të ta lehtësu, ose për të ta reduktu një smundje, pra një dhimbje që e ke për të ta ndarë. Nuk merret përmes kanalit natyror ose rrugës natyrore të ushqimeve. Çka ham në përmes gojës? Ai merret çka? Përmes krahut, përmes venës ose përmes muskujve. Ajo nuk është rrugë për të hëngur. Kuptoni pra? Nuk është rrugë, nuk është gojë ajo. Pra këto lloj injeksioneve nuk ta prishin agjerimin. Mbje që janë injeksione që janë ushqyese. Thot një kjo thot ka shumë vitamine, përmban bajgi vitamine, është ushqyese. Tash edhe te ky injeksion, një pjesë e dietarëve ka thonë pasi ka vitamine dhe është ushqyes për trupin, atëherë ti e forcon trupin. Mbase ti nuk ha dhe nuk pi, ama i merr përmes një rrugë tjetër. Disa dietarë, një pjesë e dietarëve bashkëkor kanë thonë e prish agjerimin, kur është ushqyes injeksioni, ose ka shumë vitaminë, por ka edhe dietarë tjerë që kanë thonë nuk e prish agjerimin. Edhe pse ka vitamine, kanë thonë pse, po ti kur e merr atë injeksionin, atë ha buk përsëri. Normal se të ha. Ata shumë bukën, ti nuk është se ke marrë injeksionin, mo nuk të ha buk. Jo, normal se mund të hash buk ti përsëri. Se kjo çështje është bashkohore, nuk ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ne më mirë themi që ai i cili merr një injeksion që është ushqyes dhe që ka vitamine, këtë ditë është më mirë ta kompenzoje mbas. Më mirë marahatje. Ndërkaq, nëse merr atë që ne e njohim si infuzion, pra glukozë në ven që t'jepet, e për këtë do të thotë këtu më e sigurt është që atë ditë ta kompenzosh, pse merr një sasi të madhe, ti do me thonë e keni pa ju, ajo ka një e merr krejtat që ta jep do të thotë infuzionin, edhe ajo shkon do të thotë drejt në trupin tonë dhe është faktikisht përzierje disa elementeve aty, nuk ka një element. Në këtë rast, edhe pse mund thonë disa dietarë se edhe kjo nuk ta prish, mirë, po megjithë atë për të qenë më i sigurt, këtë pra nëse merr infuzion, atë ditë përsërite për shkak se ke fut në trupin tënd bajgi pra një sasi edhe të ujit, po edhe të substancave tjera. Kjo është për të qenë më i sigurt. Përndryshe, ka dietar bashkohor edhe që kanë thonë edhe kjo nuk ka të bëjë me agjerimin, se nuk është ushqim që merret nga goja dhe nuk është që shkon në lukth dhe lukthi ta tretë, por pasi trupin kjo e forcon, ka një sasi të madhe pra të elementeve të ndryshme edhe të vitamineve të ushqimit, më mirë është atëherë do të thotë që këtë ditë të agjerosh pas. Po ashtu, disa mund të pjesin edhe për atë se, për shembull këto që e kanë sheqerin.
shka e marrën insulin. Insulina nuk e prish agjerimin. Nëse vetëm insulin ai do të marrë, nuk ka nevojë për gjëra tjera. Lirisht mundën ta marrë, pse insulina nuk është as haje, as pije dhe nuk është as në kuptim të hajes dhe as në kuptim të pijes. Për atë, lirisht pra ai që nuk ka nevojë për diçka tjetër në Ramazan, por vetëm për insulin, pra smurët prej sheqerit, nëse vetëm insulini është shpiti, lirisht mund të marrë insulinën, insulina nuk i ja prish agjerimin. Inshallah Allahu xhallashanuhu pra e pranon agjerimin ton, inshallah na jep edhe shëndet që kur je i smund është problematike në Ramazan, por këto janë disa informata, disa rregulla që kanë të bëjnë pra me çështjen e agjerimit dhe mund t'i ndodhe çdo njerit prej nesh ajo. Mund t'i ndodhe pra që të ketë nevojë të merr injeksion, mandej lloj injeksioneve shumë, por atë janë informata të rëndësishme që ti dini me qëllim që mos vije për shembull për insulin ta prishish agjerimin ose për një injeksion që nuk është ushqies të mendosh se ta prish agjerimin, në fakt agjerimi nuk ta prish. Lusë Allahu xhaleshanu që lutet tona, duat tona t'i pranon, nga të këqijat na largon dhe në ditën e gjykimit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na takon. Walillahil Fatiha.